para është ndarje territoriale që ne harrojmë, që është bordemi më i madh. Ne kemi bashki të stërmëdhaja, pra janë kushtet e pamundësisë, edhe nëse ekziston vullneti, dëshira, financimi, mjetet me këto bashki që kemi sot ne. Ka bashki shumë të mëdha dhe bashki shumë të vogla, po thuaj inekzistente, për paradoks. Po pa diskutim që pra janë të dy... Ka 3 fshatra një bashki dhe pastaj 300 fshatra dhe 30 qytete bashkim vete. Kjo është pasens, bashkia e Durrësit, për shembull, nëse ke një problematik për qytetin, që përmytet herë mas here që është vetë vendosja, ajo ka edhe disa komuna, fshatra që rrethojnë. Pra, plus problemet që ka, ajo ka përmytje, kanalizime, prita, futet një kolaps. Pra është në kuvit e pamundësisë, ne kemi bërë një dëm jashtëzakonisht madh, asnjëri nuk e thotë, reformën territoriale, në vend që ta afronim shërbimin tek qytetarët, ne alarguam akoma më tepër. E kupton ti se ka bashki që për një mandat 4 vjeçar nuk e njohin fare kryetarin e bashkisë, nuk e shohin asnjëherë se janë bashki as të mëdha, sa një kryetar bashkie ka rreth 8 zona elektorale, apo Tirana që ka 30 dhe sa. Një pjesë e mirë e Tiranës e njohën kryetarin kur u arrestua, se ndoshta ju mund të njohin kështu si fytyrët e nëpërmjet televizorët, po është në kushtet e pamundësisë që ai të jetë prezant në terren. Ndodhi një çudi për paradoks. 4-5 ditë Vlora pa ujë. Tani ka ujë sa nuk di nga të shkoj nga ujë. Vlora është një eksperiment i Ramës, se them drejtën kam pritë që Rama ka qenë 13 vite kryetari i Bashkisë Tiranës, dhe kam menuar që do të ketë një qasje tjetër për pushtetin lokal në aspektin e decentralizimit, pra të kompetencave, që ky jo vetëm nuk i dha më tepër, por ja mori edhe ato që i kishin, një kohë që kur ishte kryetar bashkie kërkonte gjithmonë, kishte një financim të pakushtuar nga qeveria, pra në aspektin e decentralizimit kishin edhe një financim shumë të madh, se tash ato që e kanë e vjedhin ato. Se nafta kanë ato shpenzime operative. Pra edhe këto janë në kufit e pamundësisë, edhe në aspektin e menaxhimit të kësaj nuk kanë mjete. Pra bashkitë janë lënë mëshirë të fatit, se edhe organizimi këtu është një organizim i çorganizuar. Se këtu del ministri i mbrojtjes, që ka një status tjetër edhe merr rolin e emergjencave. Kemi një drejtori shumë madhe, se si quhet ajo, emergjencave për gjithë territorin, në s'ka asnjë mjet. Pra ata bëjnë thjesht koordinimin, pra janë hallka, parazite që thjesht janë në terren pa bërë asnjë punë, vëzhgojnë, bëjnë fotografi, djerrin në Facebook edhe në Instagram se jemi aty, për pas një lloj pune.